rubrika jonë e fundit apo të pathënat e kësaj jave ju sjellin më të reja të artistëve tanë të cilët nuk po ndalen së punuari. Hallallu qoftë. Se me kë jemi marrë këtë javë, e ndjekim bashkë tani. Oh my god. Billionaire. Rock the world. In America, Çdo ditë e më shumë po na e vërteton që është duke u munduar me çdo kusht të njihet si artiste në Hollywood. Sa i përket tregut amerikan dhe famës së ndruar për tokën e premtuar, është dhënë tashmë dhe promo e reality show-t Heroes of Hollywood dhe shihet qartë karakteri zeshkanës nga Shqipëria që dominon në këtë format. are you gay? Come on. No straight man would actually wear that. Duket se Bleona ka distancuar veten nga personazhet e tjerë duke u pozicionuar si personi më interesant i këtij programi. Me sa shihet ajo do të ofrojë shfaqje të madhe për publikun e televizionit Bravo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse kështu vazhdon, me siguri që do të arrijë të pushtojë zemrat e plot amerikanëve. Prime Minister. In America, I have a problem. I do everything by myself. Do you know how to do this? I never used it before. Where is that thing that enters in the hole? Nozzle or noozle, but one of these. Hi, Bleona. I am feel ready for party, You feel like ready for party? but my woman is a little tired. My wife, not my woman. So sorry. Come on, I'm wide open! Diamonds all in my ring, player. Gold watch, gold chain, player. Filmi Let's Be Cops tashmë ka filluar të shfaqet edhe në kinemat shqiptare. Filmi bën fjalë për dy djemë që paraqiten si kur janë polic. Ngatron me djemë të këqin shqiptar. Siç shihet në foton e mësipërme, mafiozët kanë një klub të tyrin i cili mban emrin Tirana Club. Filmi është me temë komike dhe në të nuk interpreton asnjë aktor shqiptar, por të paktën keni mundësi të dëgjoni fragmente nga kënga Natën të Drana Bazit dhe Zigzag Orkestrës, e cila gjendet dhe në kolonën zanore të filmit. Nëse mendoni se Enver Petrov si poplakët, e keni shumë gabim. Aktori do t'jetë një surprizë e madhe e festivalit të TVSH që do të mbahet në fund të dhjetorit për të përzgjedhur këngën që do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision. Petrovci do të prezantohet duke i kënduar dashurisë përmes notave muzikore. Krahas aktorit, konkurrent tjerë do t'jenë edhe Elhaida Dani e emra tjerë të njohur. Datat 26, 27 dhe 28 dhjetor do të na shpalosin fituesin e si vjetëm të këtij festivali. Oh, we'll see about that. Seriali më i ri në rrjetin televiziv amerikan NBC do t'jetë The Blacklist, ku pjesë e tij do t'jetë edhe shqiptari Alban Merdani, me një rol të fituar ku do të fillojë të shfaqet nga epizodi i 7 i këtij seriali. Ky projekt do të fillojë të shfaqet nga data 3 nëntor me sezonin e dytë. Merdani do të jetë pjesë e një kast të artistësh të njohur dhe do të trajtojë temën e një ish-punonësi të qeverisë që është njeriu më i kërkuar nga Shërbimi Federal Amerikan FBI. Dhe si do të pritet sezoni i ri i këtij seriali, e së bashku me Tad Albani, javët e tjera do të na informojnë. Festivali i Flamurit është festivali i veçantë i cili do të organizohet në kafenen Sinbashqe nga data 1 nëntor deri më 29 nëntor. Ajo që e bën këtë festival të veçantë është kozgjatja e tij për nder të festës së Flamurit. Festivali do të fillojë sonte në orën 22. Në hapjen e festivalit do të ketë mysafir nga Tirana si Sokol Turdiu dhe nga Prishtina DJ Mem. Të dy DJ-t njihen për stilin e tyre të veçantë house. Gjithashtu, ideja e festivalit është të shkëmbehen artistë nga Kosova dhe Shqipëria muzikalisht. Këta janë artistët. Mbrëmjet e festivalit do të jenë të mërkurave, premteve edhe të shtunave. Adelina Ismaili së fundi ka vizituar New Yorkun. Këngëtare në fjalë realizoi një fotosesion me fotografin Fadil Berisha. Përveç kësaj, këngëtarja ka filluar të incizojë edhe këngën e saj më të re me reperin me prjarët e shqiptare Gashin. Reper të cilin me publikun shqiptare njoftoi privej përmes një story të realizuar në New York në vitin 2011. Kënga duet nga dyshja do të titullohet Karma dhe pritet të lansohet para vitit të ri. Miqtë mi të dashur, ishte kjo tëra që kemi përgatitur për ju sonte. Faleminderit që ishit me ne, faleminderit sponsorit ton Golden Eagle Erotic, e ju tani mund të na gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube, si edhe në faqen ton në Facebook, gjithashtu edhe në rrjetin social Twitter dhe Instagram. Deri në takimin ton të radhës, i cili do të jetë javës së vjen, unë ju dëshiroj çdo të mirë.